Sultan Hoxhi, një nga producentët më të mirë që ka Shqipëria. Dhe më të rëndësishmit, si thua. Sa projekte ke mbi shpinë? Kjo e dyta ishte më e mirë se e para, i rëndësishëm është okay, po më i mirë atë se din, se s'mund ta din, projekte. Vazhdojmë, punojmë për aq kohë sa ka interes dhe ka tematika që janë interesante për të zhvilluar fushën e kinematografisë, vazhdojmë. Jam duke zhvilluar aty projekte që janë shumë të rëndësishëm, kinemas autor, që shpresoj të kemi mbështetjet edhe të vazhdojnë atë rrugtimin e vet për të plotësuar nga pikpamja e financimit dhe shumë shpejt bëjmë të mundur dhe realizimin për t'i pasur sa më afër publikut shqiptar, sepse besoj qoftë autorët, qoftë tematika, apo qoftë vetë tendenca e publikut është në një pikë që ka nevojë për produkte të tilla. Tano, ne të dyve përveç se na ka nda eksperjenca punës me njëri tjetrin, na ka puq për eksperjenca punës me njëri tjetrin, na ka puq një emision i madh. Unë materializova pak me zyrën e filmit që krijuam në Agjencinë e Industrisë Kreative, ti me projektet që sjell, projektet e huaja ndërkombëtare që sjell në Tiranë. Sa mendon, çfarë potenciali ka Tirana apo gjithë Shqipëria, më saktë, për të thithur produksione të rëndësishme audiovizuale? Sigurisht që ka potencial shumë të madh, sepse në radhë parë Shqipëria në total, po dhe Tirana veçanti, po themi Shqipëria sepse është një qytet i vogël dhe domethënë potencialisht është një i tërë, është një skenografi. Nga pikpamja e natyrës, nga pikpamja e historisë, nga pikpamja gjeografike, nga pikpamja e traditës. Është e gjitha skenografi sepse në Shqipëri ti mund të ngjesh gjithçka në një sipërfaqe ose në një distancë shumë të shkurtër, mund të ngjesh të gjithë elementet që të duhen për një prodhim kinematografik. Mund të ngjesh gjithë mrekullitë e natyrës, mund të ngjesh tradita të ndryshme kulturore, mund të ngjesh objekte të ndryshme që i përkasin sistemeve dhe kohëve të ndryshme, mund të ngjesh gjithçka. Dhe për fat ka atmosferë dhe njerëz shumë bashkëpunues për sa i përket pjesës së industrisë filmit. Gjëja që është shumë e rëndësishme akoma në Shqipëri është fakti që ne faktit që jemi edhe afër dhe larg Bashkimit Evropian nga një pikpamje, vazhdojmë të kemi monedhën tonë, që bën akoma të jemi me kosto shumë më të lira dhe me shumë më konkurruese në të gjithë rajonin. Vazhdojmë të kemi njerëz pasionantë që vazhdojnë të mbijetojnë në këtë lloj industrie që besoj janë shumë të interesuar dhe janë shumë element cilësor, sepse ne realisht kemi bashkëpunime gjithë kohës edhe shohim që elementët teknik shqiptar janë po aq profesional sa që janë edhe elementet të tjerë që vijnë nga jashtë. Kështu që Shqipëria është dhe duhet të jetë shumë shpejt një vend ku duhet të zhvillohet pikërisht ajo që ne e quajmë industria e filmit në kuptimin e plot të fjalës. Ajo që ka ndodhur në vendet kryesore të rajonit. Mjafton të shohësh periudhën e pandemisë, Kroacia, Greqia dhe të shohësh gjithë serialet më të famshme ose filmat nëpër platforma sot, i ke nëpër të realizuar nëpër këto lloj territorësh dhe fakti që këto vende janë kthyer në arenë të shërxhirimeve të produkteve të mëdha, nuk ka asnjë gjë tjetër, ndryshe Shqipëria madje ka disa elemente akoma dhe më favorizues. Ti për 50 km, 60 km je nga mali në det, je në distanca shumë të shkurtra në një vend i cili përshkrohet dhe ka diversitet ndryshëm natyror. Problemi qëndron që gjitha kjo duhet shoqëruar me disa politika të thjeshta që vendet e rajonit kanë vite që e kanë dhe ne fatkeqësisht jemi vetëm një vend në Europë që atë sistem që duhet ta kishim parë akoma nuk e kemi, që quhet tax credit. Nëse nuk do shkojmë në politika për të krijuar këto lloj elementësh të cilët favorizojnë studiot, kompanitë e mëdha, nuk është vetëm fjala çështja e biznesit, çështja e investimit sa ato po sillen dhe po punojnë njerëz. Është promovimi kulturor. Unë sapo kam qenë një shembull në një film i cili ka dhe karakterin komercial me një produksion europian, film action komedi dhe kemi bredh nëpër gjithë kryeqytetet e Europës nëpër kinema, përveç publikut shqiptar që i pëlqen e tjera, nostalgjia, personazhet e tjerë, po dhe ato pjesë që kanë qenë tujt, një gjë ka qenë gjithmonë Tirana sa e bukur, New York. Sa kjo është qyteti modern. Fuqia promocionale që bën filmi për një ambient. Kanë pa ca rezorte të tjera turistik, kanë pa Bregdetin, gjëra të cilat sigurisht ti mund t'i shohësh në një spot, por në kinematografi nëpërmjet këtij lloji shet gjalla. Shet gjalla dhe kjo është potenciali më i madh që ne duhet ta zhvillojmë. Po jam shumë dakord dhe faktikisht edhe këto janë dhe gjithë arsyet ose gjithë detajet që dhe zyra e filmit të Tiranës
promovon kudo që shkon për të sjellë sa më shumë produksione në Tiranë dhe në Shqipëri. Janë shumë vërteta gjithë ato që thatë. Shpresoj që arsyet kryesore të jenë patjetër relievi, të jetë peizazhi, të jetë politikat mbi të gjitha dhe sa më pak të jetë kjo kostoja e ulët, sepse besoj që kjo duhet vi ditë edhe në Shqipëri të paguhet aq sa duhet paguar profesionistët. Ka lidhje për mos vlerësim, nuk e thash sepse njerëzit janë punojnë lirë. Jo, ka lidhje me standardin ekonomik. Pra, nuk do të thotë, kafe të mirë pim dhe ne këtu, shumë të mirë me 2 euro. Por në Gjermani është 8 euro. Ka të bëjë me standardin, jo se është, domethënë, do i përdorin njerëzit me pak lekë. Ka që standardi. Pikërisht. Në shpresa jonë është edhe standardi të rritet kjo. Kjo është ajo që cilën po punojmë. Do doja të dija, ti i theksove pak më parë disa nga sfidat që është dhe taksi bati ose politikat financiare, fiskale. Çfarë janë sfidat tjera të cilat ngadalsojnë ose pengojnë të prurje të produksioneve audiovizuale në Shqipëri të më masive? Unë besoj që aktori kryesor në këtë rast është shteti, sepse pjesa tjetër, pushteti në të gjithë dimensionet e veta është bashkëpunues. Ne kemi fatin që kemi akoma institucione që bollë që është një letër që do bëjnë xhirimet, janë akoma motivues, ndihmues, sepse kanë akoma një lloj nostalgjie, një lloj solidariteti të çuditshëm që është favorin tonë, po është kudo me gjithë institucionet e shtetit. Kështu që e vetmja gjë që ngelet tani ndryshe është, domethënë që është pjesa më e rëndësishme, është një vendimarrje, një moment historik që besoj iniciativat kanë qenë gjithmonë gati për me marrë një hop përpara për të sjellë këto investitorë thjesht duke i thënë atë incentivën që i bën më interesant dhe më ngacmues për me qenë në Shqipëri, sepse nga pikpamja e logjistikës, nga pikpamja e atmosferës, nga pikpamja profesionale, jam i bindur dhe ne e kemi këtë lloj reagimi sepse jemi përditur në kontakt me këto njerëz që Shqipëria i plotson gjithë këto kushte. Mjafton vetëm kaq të bëjmë atë që po bën çdo vend i rajonit. Nuk ka më asnjë vend i rajonit ton që nuk i ka përfshirë këtë lloj politike. Është vetëm Shqipëria e fundit fare, ndërkohë që ka potencialin më të madh. Ka potencialin nga të gjithë pikpamjet, edhe ne kemi pas produktet tona shumë të ekspozuar, sepse ka një që tjetër. Kur flasim për kinematografi, duhet të kuptojmë ajo që quhet industri nuk është vetëm thjesht këto prodhime që do vinë nga jashtë. Kjo është ajo pjesa promovuese, ajo pjesa që do ta bëjë të fortë industrinë, e cila në një farë mënyrë, përveç politikave të punësimit, do sjellë edhe një kualitet të lartë për prodhimet tona vendase. Sepse kinemaja jonë, rreth parë është krijuar për kineman si pjesë, si një element i trashëgimisë kulturore. Çdo produkt kinematografik shqiptar, ajo kinemaja autor tradicionale, sot është një vepër, por nesër është pjesë e trashëgimisë kulturore. Dhe në këtë pikpamje këtu, roli i shtetit ka qenë shumë i rëndësishëm dhe vazhdon të jetë i rëndësishëm. Kemi nevojë që të kemi mbështetje akoma më të madhe, sepse fatmirësisht kinematografia shqiptare autoriale në 2 drejtime ka qenë histori suksesi. E para punës është promovu dhe ka marrë pjesë në çdo lloj eventi të rëndësishëm ndërkombëtar, sigurisht që gjithmonë kemi marrë çmime sepse është normale, por nuk besoj asnjë deg tjetër kulturës ose element të tjerë të ketë qenë kaq promovues dhe kaq cilësor sa çka qenë kinematografia shqiptare. Ne kemi sfidë, jo do shkojmë Cannes, jo nuk do shkojmë dot në Sundance, por nuk diskutojmë prezencën në festivale. Dhe e dyta, të gjithë produktet serioze shqiptare kanë pesfishu buxhetet e tyre. Pra, në një film që ne marrim 30% fond publik nga shteti shqiptar për ta realizuar, ai film 60% tjera i ka nga fondet e taksapaguesve europian. Sot në pasurinë kulturore shqiptare është vepra me 100% vlerës, nga shteti shqiptar ka investuar 30%. E para kështu, kjo është dega kryesore. Dhe nëse ne forcojmë industrinë kinematografike, nuk do bëjmë gjë tjetër, do rrisim cilësinë, profesionalizmin për ta bërë akoma më të mirë të këtë kineman. Duhet ta vëmë edhe një element tjetër që është i rëndësishëm, ku dhe ju keni mbështetur shumë, është kjo kinemaja e ndërmjetme që po themin komerciale, po jo në kuptimin e keq. Është kjo kinemaja që sot publiku po heton sepse e shijon më thjesht. Është kinemaja që kryesisht janë komeditë, janë disa filma më limonate, le të themi, po në kuptimin pozitiv, sepse ti mund të shkosh vetëm thjesht për një pjesë. Kinemaja spektakolare. Spektakolare. Dhe kjo po thith një gjë tjetër shumë interesante. Biznesin. Është një lloj financimi ndërmjetëm i biznesit i cili po ka interes ta promovoj produktin e vet brenda sistemit kinematografik sepse shifrat janë të larta. Këtu ka nevojë, atë që dëgjova edhe para ca ditësh tani që po flitet fushat, ligji i sponsorizimit. Nëse ligji i sponsorizimit forcohet dhe e qartëson pikërisht këtë, atëherë ne do të kemi të 3 drejtimet e kinematografisë të plota. Kineman autor, kineman komerciale, atë që publiku e ka në të përditshmën e vet dhe nuk ti shkon vetëm thjesht kënaqesh kinema, pa shkuar në shumë mendime thella, dhe e treta industria. Kjo do ta forcojë
Dhe jam I bindur që ky sektor, po të ecë në këto drejtime, nuk do jetë thjesht një sektor lëmoshe, hajt një gjë e artit, po do jetë një promovues I fort kulturor dhe shumë ekonomik fitimprurës. Me bindje shumë fitimprurës. Do të tregoj edhe konfidencë edhe për gjithë ata që na ndjekin, që në gjithë të korrespondencën që ka zyra e filmit me partnerë tuaj shqiptarë etj, ka një interes theksuar kohët e fundit nga studio të njohura, nga Amerika, nga kontinenti jon, të fillojnë edhe të transferohen në territore si të tonat. Sa është e pozitive këtë gjë? Ajo është një nga gjërat më të rëndësishme, sepse bëhet fjalë për produkte të shumë të mëdha kinematografike, që ti sot ke mundësinë të realizosh. Bullgaria e ka një studio të tillë, ëh? Sigurisht. Ish kino studio pra Bojana. Dhe tani po bëjnë dhe një të dytë me sa. Ish Bojana film që ka qenë 4-5 fish I kino studios ton, ke sot qytetin e New Yorkut të ndërtuar aty në atelje siç e kanë Çinet qytetar Romën e vjetër, sepse janë bërë gjithë filmat aty. Nuk është problemi vetëm thjesht aty, po problemi është se ti bëhesh pjesë e asaj. Shif shumë kryevepra të botës. Për shembull, lexon titrat fundfare dhe shef për shumë vite, sidomos 20 vjeçarët e fundit, orkestra që bënin realizimin e muzikës ishin kryesisht të Budapestit, të Pragës, pse jo vetëm për çështje kosto, po për çështje kualiteti, të vënë ishin ato orkestra që bënin ekzekutimin e muzikës filmit. Rastin konkret, këto lloj studiosh për ta, për vetëm se jo vetëm që sjellin një potencial ekonomik. Pra, unë ti them që para pandemisë në Greqi ishte 1 deri 2 kompani rentalësh. Dhe ne nga që punonim dhe merrnin pajisje aq ishin. Mbas pandemisë kur filloi një dyndje e kompanive amerikane. Sot mund të kesh në Greqi kamera I kanë kaluar shifrat me 2-0. Sepse janë shtu prodhimet, në çdo ishull xhirohet, kudo prodhohet. Është një aset shumë I madh ekonomik, jo vetëm thjesht për ato njerëz që kujtojmë, por mbi të gjitha për të gjithë komunitetet, për turizmin. Sa atrakcion interesant është të bësh xhirime në një vend turistik dhe sa e bukur është për turistët që bëhen pjesë e një momenti kur xhirohet një film dhe vite më mbrapa e shohin atë film dhe kanë gjithë kujtimet e veta nga ajo skenë e atij filmi. Kështu që nuk është kinemaja vetëm thjesht një punë, është një gjë që gjatë xhirimeve nis dhe nuk mbaron kurrë. Absolutisht. Absolutisht. Tani, nga këto review që na vinë her pas here nga produksionet e ndryshme, sepse duke qenë në bashkëpunim me ata marrim dhe review të për tyre të cilët xhirojnë në Tiranë në Shqipëri, përgjithësi janë shumë të mira. Do të vinë me pak pritshmëri dhe largohen me një të surprizuar dhe njëkohësisht edhe për të rikthyer me një projekt të dytë ose të tretë. Një ndër pengesat ose një ndër gjërat që na rekomandojnë për të përmirësuar dhe që ne si agjenci po mundohemi të investojmë dhe të krijojmë programe të reja është trajnimi I profesionistëve të rinj. Domethënë, numri I profesionistëve është I ulët. Jo vetëm në Shqipëri, kjo ndodh edhe faktikisht në gjithë rajonin në shenjë ta gjë. Si është ju gjeni profesionistë punojnë për projektet tuaja, do të keni mjaftueshëm, aq sa duhet? Tani në qoftë se do funksiononin të trija këto hallkat që fola në lidhje me sistemin e kinematografisë, sigurisht nuk do ta kishim kur problemin e njerëzve. Njerëz stafe që fillojnë me atë pasionin e madh dhe fillojnë punojnë në pozicione të ndryshme. Koha fillon vetë I kualifikon. E gjitha kjo ka sjellë mangësinë e njerëzve nga mungesa e punës periodike, nga mungesa e një gjëje që të vazhdojë çdo ditë. Dhe gjithmonë kanë qenë alternativë televizionet, të cilët është komplet një gjë tjetër, por që nuk ka mundësi dot që një njeri që të punojë në televizion të punojë në kinematografi. Janë komplet dy sisteme komplet të ndryshme. Dhe kjo ka sjellë dhe e ka rrudh këtë lloj historie. Vetëm gjë që ngjelet e përbashkët është kinematografia dhe tregu I reklamave dhe I videoklipëve, që janë le të themi njerëz freelance që mund të mbijetojnë duke bërë vetëm këtë lloj pune pa pas një angazhim fiks. Kjo gjë ka ardhur nga mungesa potenciale e punës. Nëse këto gjëra do futen më në sistem dhe ne do kemi një sistem më të plotë prodhimesh, atëherë sigurisht ka firot e veta, sepse një njeri që ndihet mbas një eksperiencë të gjatë, sepse këtu një shkollë shumë e rëndësishme tek pozicionet profesionale është bërë vetë nga eksperjenca. Fal kësaj kinemas autor që unë fola, spaku kur kanë filluar, bashkëprodhimet e para sollën një gjë shumë të rëndësishme, sollën kompetent dhe shefat departamentësh të huaj. Këto ka qenë logjika dhe bashkë me këtë u rritën profesionalisht dhe gjithë ato stafe shqiptare që ishin në moshë të re, që filluan si elektricist, pastaj punuan 2-3 filma, kalojnë në një nivel tjetër dhe krijuan një lloj eksperiencë
profesionale mbi bazën e eksperiencës së ndërtuar nga profesionistët e huaj, qoftë dhe shqiptar. Kështu që në një farë mënyrë që këto njerëz nesër mund të kërkojnë një jetë më të mirë, dhe të Gjermani është një gjë që ndodh kudo. Problemi është që këtu të ketë vazhdueshëm punë, që kjo lloj gjëje të jetë si puna e televizionit. Pra një montazher sot i mirë mundoj me shku në Angli dhe është në drejtën e vet. Po s'mund thot kur një montazher që s'ka punë në Shqipëri, se ka 200 televizione dhe mund ta gjejë një punë. E njëjta gjë duhet ndodhi edhe në kinema. Po kinemaja në disa momente ka ato mangësi. Shkurtohet buxheti, ka pak prodhime filmash, nuk ka kinema komerciale, njëherë biznesi bëhet i afërt për të investuar, njëherë nuk bëhet. Këto momente dhe këto 2-3 vitet e fundit ka një qasje pozitive sepse ka pas një rikthim publikut në kinema. Dhe kjo ka bëjë që ka rrit numrin e prodhimeve. Në momentin që publiku do largohet nga kinema, s'do t'i pëlqejë kualiteti i këtyre kinemave dhe biznesi do largohet sepse gjithë atë lek investon në një gjë tjetër. Prandaj e gjitha kjo gjëja mbyllet vetëm në një histori. Sistemi i taksës që do sjellin kompanitë e mëdha, studiot e mëdha, ato do sjellin potencialisht prodhim në Shqipëri. Ato do krijojnë industrinë e vërtetë në Shqipëri. Ato do krijojnë komplet atë qasje që ne po kërkojmë, që Shqipëria të kthehet patjetër në një set xhirimi. Shqipëria është një skenografi e gjallë. Dhe këto njerëz dhe tentativa ka. Nuk kemi sa të prodhojmë regjizor, ndërkohë që kemi nevojë të prodhojmë edhe profesione të tjera. Dhe tendenca dhe dëshira e trive është, por duhet të jenë gjërat e lidhura. Një njeri që ka një pasion të mbarojë një shkollë kinematografike duhet të ketë një dritë jeshile për të ardhmen se mund ta ketë një mundësi për të punuar. Nëse do t'i hedhësh në një fushë bosh, shumë e vështirë që të orientohen. Kështu që unë mendoj që të tre këto hallka, po të jenë bashkë, forcimi i rolit të qendrës së filmit, pra asaj kinemas autor, ligji i sponsorizimit për këtë lloj kinema komercial dhe ligji i taksës për investimet e huaja, unë të garantoj 12 muaj, maksimumi 1 vit e gjysmë, Shqipëria kthehet potencial në të gjithë rajonin, sepse kemi gjithë mundësitë. Kemi gjithë mundësinë, kemi kosto relativisht shumë më të ulta, kemi diversitet kulturor, kemi dhe atë pjesën që është e rëndësishme për ekipet e huaja. Shqipëria është qoftë periudhën dimërore, qoftë periudhën verore, ka një klimë fantastike, ka diell. Domethënë nuk është thjesht se ti po xhiron edhe po mbyllesh në studio dhe pastaj mas ditën nuk e çdosh. Shqipëria është atraksion. Është 300 ditë diell. 300 ditë, kështu që për gjithë këto njerëz që vinë, ne e shohim të huaj, domethënë janë shumë të lumtur që vinë në Shqipëri qoftë edhe për arsyeën e klime që kemi këtu në Shqipëri. Edhe peizazhe. Shumë vërtet. O tanti si përmarrës me shumë eksperiencën të industrinë. Sa fitim prushse është ky biznesi i produksionit në vendin tonë? Nuk mund as për të justifikuar, po as për të bërë viktimën, sepse s'është mirë as për një atë, s'pak më takon sepse kam një lloj eksperiencë dhe kam shumë vite që bëj këtë punë. Mendoj që në këtë punë është shumë e rëndësishme të ngeli ndes drita e pasionit për këtë punë. Domethënë, çfarëdo lloj favori ose disfavori të kesh nga ana ekonomike, kjo gjë të mos të ndikojë tek shuarja e pasionit të punës, sepse është ndoshta nga vetmet profesione që ja ka shumë fortë atë pasion. Jo se punët e tjera bëhen pa pasion. Po ky është një lloj profesioni, nëse nuk e ke atë lloj ai është motori. Nëse ti nuk e ke egon për qenë i pari, dhe në mos të arritsh atë të parin, po të tentosh gjithmonë ke i pari, domethënë ti ta kesh përpjekjen fokusin i pari, ky nuk është një profesion që bëhet i tretë, i katërt, i pestë. Dhe nga kjo pikpamje, nuk më thuaj që në këtë profesion nuk jetohet. Edhe me këto pak mundësi, është një profesion shumë i vështirë. Për shembull, dikur është qytet në kohë të komunizmit, është konsideruar si profesion si miniera. Domethënë ka pas një vlerësim, sepse është një profesion që punohet 14 orë me kushte shumë të vështira. Sigurisht dhe kosto dhe edhe në këtë shtetin tonë të varfër, tarifat e pagesave janë shumë më të larta në raport me zhanret e tjera dhe me gjininë e tjera. Por që kjo gjëja të kthehet në një industri, të forcohet, të bëhet një sipërmarrje është shumë e rëndësishme. Këto njerëz që merren këtë punë, një nga ato jam dhe unë, të kapitalizohemi dhe të jemi shumë të fortë ekonomikisht për me kriju mundësi dhe të tjerëve, të rive dhe atyre kinemave të cilat në pikpam mund të s'kenë atë leverdinë ekonomike, po kanë atë vlerën përfaqësuese kulturore. Nuk mund të ketë zhvillim nëse nuk ka një kapital të fortë, nuk ka njerëz të fortë. Unë nuk besoj se në kushtet e varfërisë njeriu mund ketë bindjen të ndihmojë për të prodhuar art. Vetëm në kushte të mira ekonomike ti mund të jesh
bashkë me punën me biznesin, të zhvillosh në këtë pjesën tjetër. Kështu që në një farë mënyrë është një punë që paguhet për kushtet e Shqipërisë. Mirë, por shumë e vështirë për ta mbajtur këtë punë. Është shumë e vështirë për ta patur, për të qenë konsistent. Për të qenë konsistent dhe për të pas mundësi për të prodhuar. Unë dhe shumë kolegë mi, besoj se një nga sfidat ka qenë duke mbijetuar ndërmjet këtyre 3 linjave duke i bërë të treja deri diku. Edhe këtë pjesën këtu dhe pjesën këtë, sepse ka qenë një gjë shumë e rëndësishme, një sfidë që unë e kam pas. E para, jo vetëm për të mbajtur punën, po mbi të gjitha për të mbajtur njerëzit. Sepse është gjithmonë ai rreziku që ta thash, domethënë, nëse ti nuk i ofron një njeriu punë një herë, 2 herë, të shkojnë në televizion. Dhe kur ty të duhet pas 5 muaj, do dalë nga industria. Ai s'është më. Kështu që në një farë mënyrë unë kam pas gjithmonë këtë sfidën për të mbajtur stafet, sepse kam marrë dhe punë vetëm me kriju këtë lloj gjatësie kohore. Qarkullimi. Shumë e vërtetë, faktikisht keni bërë punë shumë të mire të lavdërueshme. Unë me gjithë e mbyll me një pyetje që është tepër duhet të fusin në imagjinatën tepër. Si është nesër me ideale në këtë industri? Unë them pozitive. Pozitive se pavarësisht përpjekjeve, pavarësisht shumë gjërave që pa e them vijnë nga budallalliku dhe nga këto modelet shqiptare. Pse thot ky unë jam kundra këtij ose pse ky do ta propozoj unë do muhabetet tona të kafes. Kjo është një proces i pandalshëm. Fatmirësisht kinematografia shqion ka qenë një histori suksesi. Fal atyre burrave që 70 vjet përpara, 60 vjet përpara krijuan atë që quhet kinema shqiptare. Fal atyre njerëzve që u krijua ajo shkalla ku ne kemi vendos këmbën dhe po ngjisim gradualisht. Historia e kinemas shqiptare është prezente në çdo lloj eventi kulturor, artistik në të gjithë botën. Njihet kudo. Në këtë moment që flas një film që unë e kam prodhuar po të shfaqet në Uruguay, një festival shumë të rëndësishëm në Montevideo të Amerikës Latine. Imagjino tatini në Uruguay shfaqet një film shqiptar me një tematikë shqiptare. Shiqen mesazh. Letëria ambasada shqiptare gjithë vitin nuk komunikon dot më shpejt se ç'komunikojmë ne me 1.000 spektatorë aty që po e shohin. Kështu që dum ne do vim në këtë lloj pike. Pavarësisht gjithë këtyre pengesa, sa më të qartë jenë politikisht për ta kuptuar që kjo nuk është kërkesë e ca njerëzve që duan me fitu lekë. Kjo është kërkesë për me kriju një industri për ta forcuar këtë gjë që në fund fare ka një qëllim shumë të rëndësishëm. Promovoj këtë vend, promovoj njerëzit. Se në fund ditës ky është qëllimi. Nëse do shohim sot Leverdin jo po taksa kaq, po thajë në fund historive dhe vendet që e kanë shpik tax credit, shteti është gjithmonë fitues. Nuk mund të jetë shteti aq në se thosh naiv që të fali nga taksat e veta. Fal diçka këtu, po përfitoj gjë tjetër. Kështu që ekonomikisht asnjëri nuk mund thotë që ky 30% që shteti do favorizoj është një dëm ekonomik për shtetin. Është një dëm në momentin e parë, po mas 6 muajsh është përfitim nga një gjë tjetër. Është si puna asaj të gjykosh sot qeverinë se e jep me 1 euro. Se mund ta japësh me 2.000 euro një gjë tjetër. Jo, e jep me 1 euro sepse ajo kthehet një potencial ekonomik mas 5 vitesh. Jo vetëm për punësim, po bëhet komplet model për të zhvilluar një gjë. Dhe ne jemi në sytë tonë, ka qenë në një rrugë ose në një vend, një kompleks ose një qendër tregtare para 10 vjetësh dhe ka zhvilluar një zonë, ka krijuar një mentalitet. Ky është zhvillimi. Kjo është historia e Tiranës. Kjo është zhvillimi. Domethënë, ke sot autostrada dhe rrugë kryesore që para 10 vjetësh kanë qenë sera. Sot ke zhvillim. Dhe sot nuk arrin dot ta kuptosh çmimet se shkojnë atje, sepse ky para është kostot e kjo është ajo prosperiteti, zhvillimi. Dhe në rastin konkret të punën tonë, sigurisht që nuk do të ndalet dot. Unë mendoj që nuk do ndalet, vetëm që është nga që kultura gjithmonë është ajo vrima fundit e fyllit, edhe gjithmonë atje në fund fare kujtohen, po ti vi rradha, sigurisht. Që edhe unë jam shumë pozitiv për të ardhmen dhe faktikisht dhe edhe disa iniciativa që janë marrë që rasti konkret është dhe bashkia të cilët kanë mbështet filma dhe ka mbështet hapjen e një zyre të tillë, por me atë që shoh edhe pushteti qendror vetë po mundohet të ndjeki disa politika për facilitimin ose për incentivimin e kësaj industrie, besoj që e ardhmja është pozitive. Ta unë falenderoj shumë që ishte pjesë e këtij podcasti dhe shpresoj për më të mirën e industrisë kinemas në të vendit tonë. Urime, suksese dhe faleminderit.